Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pritet që të vizitojë Kosovën javën që vjen, më saktësisht me 15 maj, në kuadër të një turneje që ai do të bëjë gjatë tërë javës vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kjo vizitë vjen në prag të samitit të Bashkisë Politike Evropiane që do të zhvillohet të premten në Tiranë. Do të jetë kjo vizita e parë e presidentit të ri të Këshillit Evropian Antonio Costa në rajonin e Ballkanit Perëndimor prej kur ai mori postin e presidentit të Këshillit Evropian. Sipas një burimi të Bashkimit Evropian, kjo vizitë në rajon do të kulminojë me një darkë jo formale që Costa do ta ketë me liderët e Ballkanit Perëndimor gjatë qëndrimit në Tiranë, ndërsa në atë takim do të marrin pjesë edhe presidentja e Komisionit von der Leyen, pastaj përfaqësuesi i lartë Kallas, si dhe kryeministri i Polonisë Tusk, vendi i të cilit po kryeson me Bashkimin Evropian. Në konferencë për gazetar, një zyrtar i BE-s u pyet më së shumti për raportet në të ardhmen mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë, pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka injoruar thirrjet e Bashkimit Evropian për të mos shkuar në Moskë në paradën e fitores ndaj fashizmit, ndërsa në BE thonë se Serbia është vend kandidat, do të mbetet e tillë, por raportet mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian do të gjykohen në bazë të meritave individuale të secilit shtet. Ky zyrtar tha se vendet anëtare të BE-s e kanë bërë të qartë se çfarë mendojnë për sjelljen e tillë të Serbisë, mirë po ka refuzuar të thotë nëse do të ketë apo jo pasoja për Serbinë. Bashkia Politike Evropiane është një nismë pan-evropiane e cila bashkon më shumë se 47 lider nga vendet e ndryshme të Evropës dhe nga institucionet e BE-s. Samiti në Tiranë do të jetë i 6-ti me radhë në këtë format. Bashkëkryesues të samitit në Tiranë do të jenë presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Temat e samitit do të jenë e ardhmja e përbashkët e Evropës, siguria, mbrojtja e demokracisë dhe fuqizimi i të rinjve. Në BE thonë se ky do të jetë një rast shumë i mirë për të promovuar edhe lidhjet e forta të rajonit të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, por edhe si një platformë e përgjithshme evropiane për të diskutuar sfidat e përbashkëta. Për KTV-n nga Brukseli, Augustin Palokaj.